Të dashur shqiptar, duhet të më marrin arbreshët në besë. Dhe duhet të më marrin urgjentisht. Unë duhet banoj në Itali, në Kalabri, të studioj të gjitha dialektet arbreshe, sepse ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Diçka e paparashikuar. Unë po bëja fjalorin e gjuhës arbreshe dhe më shkrua një arbresh që ju keni të drejtë. Folja shqipe ndodh, lidhet me gjuhën italiane, indovinato. Këtë unë kam thënë në një film tjetër, por nuk isha prova. Pra, ai më shkruan mua që në kohën e kryer të thjesht në gjuhën arbreshe është enduvenova. Dhe kjo enduvenova rrudhet në ndodha. Pra, vëja në fund të fjalës në gjuhën arbreshe ka dhënë dhe. Merrni frym thellë. Gjuha shqipe vjen nga gjuha arbreshe krijuar në more, në ndikimin e gjuhës veneciane, kur ata pushtojnë Greqinë për më shumë se 250 vjet. Gjatë kryqëzatës së katërt. Grekët thresin për ndihmë turqit. Turqit shlirojnë Greqinë nga kryqëtarët. Perandoria latine. Ajo e shkatroi Konstantinopolin dhe jo turqit. Kjo është e vërteta. Pra, grekët thresin turqit në ndihmë. Turqit shlirojnë Greqinë dhe përzën kryqëtarët, përzën dhe arbreshët, turqit. Dhe këtë dim do e mësojmë në filma të tjerë nga fjala dylber që ka hyrë në gjuhën arbreshe dhe është ylber në shqip. Ka hyrë më herët në arbërisht sesa në shqip dhe ka hyrë në Greqi. Fjala turke për ylberin. Merrni frym thellë. Fjala italiane hyn në gjuhën arbreshe në Greqi, jo në Itali. Atje ndryshon për 250 vjet me radhë gjatë pushtimit të perandorisë latine të Greqisë, ndryshon gjuha arbreshe, futet fjala nga kjo gjuha frënge që quhet, por në fakt nuk është frënge, është një përzierje e dialekteve italiane dhe gjuhës franceze dhe gjuhës spanjolle, pra quhet perandoria latine sepse bijat e latinishtes, këta njerëz, këta kryqëtar pushtojnë Greqinë. Dhe në Greqi ka ndodhur kjo gjë. Atje është ndryshuar fjala në enduvenova, sepse kanë arbreshët në Greqi këtë fjalë. Arvanitasit. Pastaj është rrudhur kjo fjalë një lloj siç rrudhen të gjitha fjalët e shqipes, nga kabalus, kal, amicus, mik, medicus, mjek. Enduvenova rrudhet në endodha. Dhe këtë se ka ditur absolutisht as Majri, as Pederseni, as Jokli, sepse askujt si shkonte ndërmend që gjuha shqipe është formuar në Greqi, tek arvanitasit atje gjatë pushtimit të perandorisë latine. Do me thënë, ta mendosh që edhe fjala ngas, shikoni filmin që kam bërë unë, vjen nga anangasu, është fjalë greke që do thotë shtrëngoj. Është rrudhur kjo fjalë gjithashtu tek arbreshët që vijnë nga Morea dhe është bërë ngas në shqip. Askush nuk e ka kuptuar këtë që po ndodh. Pra, ne nuk dim arbërisht, po mësojmë gjatë krijimit të filmave të mi. Më e mira do të ishte që unë të banoja me arbreshët. Ju lutem më ndihmoni sepse nuk më ndihmoni mua, ju ndihmoni gjuhën shqipe. Pra unë duhet të banoj me do e mos tek arbreshët. Çdo ditë të ri me ta dhe ta kuptoj mirë gjuhën arbreshe, sepse kështu me letra nuk bëhet në mënyrë shkencore. Duhet banosh me vetë ata që flasin gjuhën atje, sepse janë variante të ndryshme të fjalës ndodh. Pra, është edhe fjala endodha edhe enduvenova. Nga gjuha
italiane, indovinato, që është folur kjo gjuhë pra nga kryeqytetarët latin në Greqi për gati 3 shekuj. O, a merrte mendja një gjë të tillë? Në botë jo, sepse këtë se ka arritur ta imagjinoj Jokli, Majri, Pederseni, kokat më të mëdha të gjuhësisë, a merrte mendja që shqiptarët i shkurtojnë fjalët, por jo vetëm të huaja. Shqiptarët shkurtojnë fjalët e tyre, mëngjes e bëjnë në mjes. Shtëpi e bëjnë në shtëpi. Dhe enduvënova e kthejnë në endodha. A nuk ta rrok mendja që ka ndodhur një dëmtim gjenetik i ADN-s arbreshëve nga tronditja e madhe e shpërnguljes së tyre, ka ndodhur shkatrimi i gjuhës arbreshe. Pra gjuha shqipe ka lindur në Greqi. E pa imagjinueshme, merrni frymthell. Tani si arrita unë në këtë konkluzion? Shumë lehtë. Në Greqi janë hequr 4.000 toponime origjinale arbreshe. Do t'ja sjell, por ju duhet të më ndihmoni sepse unë duhet ta lë punën, të merrem vetëm me këtë gjë, të merrem vetëm me arvanitasit në Greqi dhe arbreshët në Itali. Mos punoj fare. Pra, si do mbahem unë me bukë, si do udhtoj, si do komunikoj me njerëzit, nduhen ndihma financiare. A keni besë? A doni ta ndihmoni gjuhën shqipe? Domethënë, jam i pari që kam kuptuar thellësisht që truri i shqiptarit është rrudhur. Këto 500 vjetet e fundit na ka ndodhur një tragjedi e tmerrshme e shpërnguljes. Jemi bërë si evgjit. Por që të vi gjuha shqipe nga Greqia, këtë s'ta merr mendja në botë, por kur vetëm shikon pllakat e gjetura në Thesali, Pellazgji, me fjalën shqipe bardha kometa, kometa me flokë të bardha, të merrohesh. Do të ishin gjetur këto pllaka në Shqipëri, janë gjetur në Greqi. Pra vërtet, nuk është se shqiptarët janë pellazg. Shqiptarët janë banor origjinal të Greqisë. Atje ka lindur gjuha shqipe, kjo është e tmerrshme. Do të ishin gjetur toponimet në Shqipëri. Në Shqipëri janë toponime slave në përfshatra, dhe të gjitha qytetet shqiptare janë greke. Dhe gjuha e folur e gjetur në përpllaka në qytetet shqiptare, dalmate, dardane, kudo janë greke, çuditërisht, dhe pllakat e gjetura në Greqi mbajnë fjalë që ne na kujtojnë Shqipen, e lashtë. Janë pllakat një helenishtje që nuk flitet nga grekët. Është helenishtje tjetër, e ngjashme me gjuhën e Cakonjas, që është dialekti dorik. Për shembull, fjala miza ka qenë mia në greqisht, është bërë myza në gjuhën e Cakonjas dhe miza në shqip, dhe kjo ka ndodhur në Greqi, të dashur shqiptar, zbulimi im. Jo në Shqipëri. Fjala miza është krijuar në Greqi. Pra, kjo është çmenduri. Gjuha shqipe, siç e shikoni, pra, ka lindur në More. Në Greqi. Moreja është një frut nga cila bëhet një verë e fortë. Morea. Është një lloj mani i egër që rritet vetëm në Greqi. Të dashur shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen. Po deshet na ndihmoni të them me sinqeritet që çdo qindark që mund të dërgoni do përdoret vetëm për këtë qëllim, dhe jo për argëtim, për të udhëtuar tek arbreshet, për të parë atje në vend çfarë gjuhë flasin ata, se s'ta merr mendja që fjala ndodh kanë ndodhur nga enduvënova. Dhe jo vetëm kaq. Fundorja është e njëjtë me greqishtën e vjetër. A. Veta parë, njëjës. Aoristi Helen është në shqipen e arbreshëve dhe në shqipen tonë. Po, të dashur shqiptar, kjo mbaresë është vetëm në greqisht dhe në gjuhën shqipe dhe arbreshe. Koha e kryer e thjesht me A. Ju pëlqen e vërteta apo jo?
Prandaj e shikoni, duhet na ndihmoni, nuk keni rrugë tjetër sepse mjafton të hyjë ai krimbi i dyshimit, vërtet, gjuha shqipe të jetë krijuar në Greqi. Nuk të lë krimbi i mëndafshit dhe në qoftë se ju doni që unë të thur pëlhurën e vërtet të gjuhës shqipe, duhet të na dërgoni pra ndihma për të bler krimbin e mëndafshit, pra, të plot original, që ai ta thuri pëlhurën për juve, për gjuhën shqipe. Nuk është e lehtë, do shumë punë, vite, dekada pune. Po të mos kishte qenë interneti, në jetë të jetëve nuk të shkon mendja që e ndodha ka ndodhur nga enduvenova, që në italisht është o indovinato. A kuptoni apo jo? Fjalë për fjalë, kam ndodhur në italisht, e ndodha në shqip, e nduvenova në arbërisht. Nuk kam më fjalë. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor. Edhe të mos na dimonit, nuk ka gjë. Do ta bëj këtë i vetëm. Unë jam një njeri një akademi, nuk diskutohet kjo më. Iku kjo. Nuk kam me këtë diskutoj. Nuk kam një të barabartë me veten time. Askush se mendon që truri shqiptarit është bërë si truri i Bretkocës. Është rrudhur, është bërë i vockël fare. Shqiptari ka kokën sa dinozauri dhe trurin e ka sa të Bretkocës. Një lloj si dinozauri të vockël. Kafkë, kockë, mish. Shkoni në një muze të dashur shqiptar, hapeni xhamin, thoni nuk do vjedh asgjë. Ju lutem, dua të vë në kokë një përkrenare ilire që të shoh a i bën Kafka ime përkrenares ilire dhe nuk i bën, sepse ke një Kafkë tjetër nga ilirët. Ke një Kafkë të rumbullakët, ilirët e kishin të stërzgjatur. Ti ke Kafkën kaq të madhe sa e ke shkatruar të temë. Ja ke bërë çarçaf i dashur shqiptar me kokë. Duke dalësh e ke shqyer nënën o gomar. Mirupafshim o kafsh në filmat të tjerë shkencor.